Djali i xhaxhait pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, qyre sa mirë e ka përshkru bujarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thonë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më bujar, e bujaria e tij arrinte kulmin gjatë Ramazanit, kur e takonte Xhibrilin. E takonte atë çdo natë Ramazani dhe mësonte Kur'anin me të. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pari në vepra të mira, ka qenë më bujar se sa era që ofryn plot mirësi. Është edhe një histori shumë e shkurtër nga Abdullah ibn Omeri, djali i Omerit radiallahu anhu. Sa herë e çelte iftarin, gjithë herë hante iftar me skamnorët. Madje nëse familja vetë e privonte ndonjëherë prej tyre, atë natë nuk hante hiç ushqim.